Nderuar Zoti Berisha, nderuar deputet kandidat për deputet Benart Zef Kol, ju përshëndes dashur banorët Vaudes, mirë se ju gjej. Është nder dhe krenarit jem sot midis jush. Në fakt, Vaudes për shkak të historisë, për shkak të gjeografisë, është një vend ku kryqëzohen fate dhe ku kryqëzohet historia. Shpeshherë këtu është ndarë mirë e mira nga e keqja, pozitivja nga negativja, politika shërbyese nga politika dhunuese, sepse ju keni qenë ata që keni vendosur dhe i keni dhënë rrugë të lirë të mirës, por ndonjëherë e keqja ka zënë vendin e vet, ka shtyr me bryl apo jo. Madje kësaj radhe këtu në Vaun e Dejes ka zënë rrënjë kjo e keqe, sepse kjo e keqe është stimuluar nga aleanca e skeqes, për bazë cilës ne sot sjellim aleancën më të madhe, aleancën për Shqipërinë madhështore, aleancën me qytetarët, aleancën me vlerat, parimet dhe standardet më të larta të lirisë dhe demokracisë. Duket, dashur miq, gati e pamundur ta mendosh se si ky vend i bekuar, i rrethuar nga të katër anët me ujë dhe me diell, të jetë një nga vendet më të varfra, më të mira. Është e pamundur ta gjykosh që ky vend që ka njerëzit më punëtor, sepse i kam takuar vetë, të jetë një nga vendet më të braktisura, apo jo, më të shpopulluara. Po ka një përgjigje, ka një mundësi. Është qeverisja e Edi Ramës, është e keqja e madhe që sot kemi në krye të vendit. Dhe ka dhe një shpjegim tjetër që e tham parafolsit. Midis nesh kishim ca politikan liliput, cilët u shitën për 5 aspra tek Edi Rama dhe sot kanë hapur partitë e tyre kioska për interesat e tyre. Dhe vonë në krye të Vaudes ka kandidatin akoma të dyshimt të Edi Ramës. As vetë nuk e di me kë është me PS-n apo është me PSD-n. Apo jo. Dhe me qenë se jemi në këtë vend ku kryqëzohen fate, prandaj jemi këtu me ju, me qytetarët, që ne t'i hedhim tej fatet e mbrapshta, zgjidhim problemet dhe të ndihmojmë në çdo kohë, në çdo moment qytetarin, fermerin, triun, gruan dhe burrin, fëmijët tanë, dhe prandaj ne duam t'i ndryshojmë këto fate. Dhe Partia Demokratike sot, për shkak të kësaj situate, nuk është thjesht një formacion politik, është një parti misionare. Sali Berisha nuk është thjesht kryetari i Partisë Demokratike, është misionari i fateve këtij vendi. Kandidatët e aleancës son nuk janë thjesht njerëz që kanë ambicie politike, po janë misionar qytetarëve, ndërsa ju, qytetarët e Vaudes, jeni sot, nga sot, misionarët e Vaudes, Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, në përpjekjen tonë dhe bashkimin tonë për t'sjellë ndryshimin dhe për t'sjellë fitoren e Partisë Demokratike. Po, dashur miq, ne do t'i ndryshojmë fatet e mbrapshta. Ne do të përmbysim çdo propagandë që bëhet sot, frenetike, për të ulur vlerat tona, për të goditur vlerat njerëzore, për të goditur familjen, atdheun dhe besimin. Po do i ndryshojmë fatet tona, duke i bërë ballë çdo banditizmi politik, këtu në Vaun e Dejes
dhe kudo në Shqipëri. Po, do i ndryshojnë fatet tona, duke i bërë ballë çdo tentative kriminale për deformuar vullnetin e Vaudejës dhe vullnetin e qytetarëve shqiptar që sot ja japin mbështetjen Partisë Demokratike dhe duan ndryshimin e menjëhershëm të situatës. Po, dashur miqtë e mi të Vaudejës, do i ndryshojmë fatet e fëmijëve tanë. E kam thënë në një takim me ju. Fëmijët tanë janë arsyeja pse ekzistojmë, pse luftojmë, pse merremi me politikë, pse vazhdojmë të rezistojmë, përballemi deri në fund. Dhe për ta, Sali Berisha me programin e tij do bëjë gjithçka, t'i rikthejmë gëzimin e jetës, t'i rikthejmë atyre fëmirinë, t'i rikthejmë arsimin, t'i rikthejmë edukimin, t'i rikthejmë sportin, t'i rikthejmë shëndetin. Po, prindërit tanë janë ata që na sollën jetë, janë detyrimi ynë më i madh dhe dhimbja jonë më e thellë kur jemi larg. Por mos u dëshproni, edhe ju që jeni këtu dhe ata që janë në emigracion dhe na dëgjojnë. Sali Berisha e ka programin për prindërit tanë, e ka për pensionet, e ka për kartën e konsumatorit, e ka për uljen e çmimeve, e ka dhe për mbështetjen sociale tyre. S'do ketë në PD qeverisjen e Partisë Demokratike patronazhim politik. Ne do sjellim patronazhim social, kujdes social për gjithë, për prindërit tanë dhe fëmijët tanë. Po, dashur miq, nënat tona, vajzat tona, bashortet tona, janë preja jonë, janë e mira dhe e bukura e shtëpisë. Dhe Partia Demokratike, në programin e saj e ka të qartë se çfarë do bëj për to, për t'i lecuar jetën e trefisht, të vështirë për të rritur fëmijët, për të marrë me punë, për të kujdesur për prindrit, duke i stimuluar në vende pune, duke i stimuluar në bizneset në qoftë se i hapin, duke i mbështetur në çdo hap të karrierës tyre. Po, dashur miq, përsekutuarit politik janë pika e referimit e zgjathës shqiptare. Janë pjesa solide e Partisë Demokratike. Ka ardhur koha që t'i kthejmë dinjitetin jo thjesht me kthimin e shpërblimeve, por duke i lidhur atyre pensionin e veçantë që e ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike. Po, pronarët janë baza sociale, konservatore, e vërtet e një shoqërie, cilës sjellin zhvillim. Dhe dëgjova Zefin me vëmendje, do bëhet gjithçka që ata të marrin vlerën e pronës tyre dhe pronën e tyre kur është mundësia. Dhe mos harrojmë emigrantët, janë shpirti i kombit, janë ajo pjesa e krenarisë kombëtare që e dëgjon himnin e flamurit me vibrim të veçantë, me emocion të veçantë, dhe Sali Berisha dhe Partia Demokratike do bëjë gjithçka që ata të vinë këtu, të investojnë këtu, të kthejnë familjet e tyre këtu, për të ripopulluar dhe njëherë Vaun e Des braktisur, Shkodrën e braktisur dhe Shqipërinë e braktisur. Dashur miq, asgjë nuk na ndal misionin ton, sepse garancia e vërtet e madhe jeni ju, është pjesëmarrja juaj, janë duartrokitjet e juaja, broritjet e juaja dhe sakrifica e disat që bëni ju për të na mbështetur çdo herë që ka zgjedhje, dhe shpërblimi ynë do jetë shërbimi total ndaj jush për të sjellë këtu fatet e mira për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë, për vendin, për Shqipërinë. Ndaj ftesa ime është e vërtet e sinqert. Hajdeni të luftojmë. Sot është kohë lufte. Hajdeni të përballim çdo gjë, çdo të keqe, dhe le ta nisim luftën. Le të fitojmë. Ne jemi të dënuar, të fitojmë. Ne jemi dënuar të kthejmë fatin e Shqipërisë dhe të zbukurojmë Shqipërinë, ta bëjmë atë madhështore me Partinë Demokratike, me Sali Berishën. Fitore!